Dashi. Dita e sotme sjell një ndjesi të veçantë energjie dhe vitaliteti. Kujdesuni për marrëdhëniet dhe mos hezitoni të tregoni ndjenjat tuaja. Ka mundësi që një diskutim i rëndësishëm të sjellë qartësi në një çështje personale. Në punë, sfidat duken të zbuten dhe aftësia për të komunikuar mirë do të jetë çelësi i suksesit. Përqendrohuni te prioritetet tuaja dhe mos lejoni që detajet e vogla t'ju shpërqendrojnë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por do të ishte mirë të shmangeni nga shpenzimet e panevojshme. Një mbrëmje e qetë me njerëzit e dashur do të rigjallërojë shpirtin tuaj. Kujdesuni për mirëqenien fizike dhe mos harroni të gëzoni momentet e vogla që jeta ofron. Demi. Një ditë e mbushur me mundësi të reja po të pret. Mund të ndihesh i shtyrë të marrësh vendime të rëndësishme në punë. Është koha e duhur për të dëgjuar intuitën tënde. Nëse je në një marrëdhënie, gjeje kohën për të ndarë ndjenjat dhe për të planifikuar diçka të veçantë me partnerin. Për ata që kërkojnë dashuri, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Financiarisht, mbaj një sy të mbret për ofertat dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për veten dhe kujto se çdo gjë ka një ritëm të vetin, mos u ngull. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësi dhe qartësi mendimesh, duke të ofruar një perspektivë më të ndritur dhe plot ngjyra. Binjakët, sot do të ndjesh një valë energjie të re që të fton të përqafosh ndryshimet në jetën tënde. Në dashuri, është momenti për të shprehur ndjenjat me sinqeritet. Partneri do ta vlerësojë këtë hap dhe marrëdhënia juaj do të përjetojë një frymëzim të ri. Në punë, aftësia jote për të zgjidhur problemet me mendje të kthjellët do të dallojë nga të tjerët. Mos u trem nga sfidat e reja, ato janë mundësi për të rritur aftësitë dhe për të fituar respekt. Financat janë të qëndrueshme, megjithatë do të ishte mirë të shikosh me kujdes shpenzimet e vogla që me kalimin e kohës bëhen të mëdha. Kujdesu për ndjenjat e tua dhe mos harro të gjesh kohë për relaksim dhe reflektim. Kujdesu për veten me dashuri. Daforia. Sot, yjet ju ftojnë të ndaleni dhe të reflektoni thellësisht mbi ndjenjat tuaja. Zemra juaj mund të ndjejë nevojën për të rikthyer tek vetja dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Në punë, mundësitë për një projekt të ri do të rishfaqen dhe do të kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Merrni kohë për të analizuar çdo aspekt përpara se të merrni një vendim të rëndësishëm. Kujdesuni për financat duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Një bisedë e qetë me një mik të vjetër mund të ndriçojë ditën tuaj. Në dashuri, lërini emocionet të rrjedhin natyrshëm dhe mos i ngarkoni me pritshmëri. Kërkoni gëzim në gjërat e vogla që ju rrethojnë, duke ndier butësinë e momentit. Dita sjell një mundësi për të rilidhur me harmoninë e natyrës. Luani. Dita e sotme mban premtime të bukura për ty në çështjet e zemrës. Lejoje veten të shprehësh hapur ndjenjat, do të gjesh mirëkuptim dhe ngrohtësi nga partneri. Nëse je i vetëm, një bisedë e rastësishme mund të ndesë një shkëndijë të re. Në punë, energjia jote krijuese do të ndihmojë të mposhtësh çdo pengesë që del përpara. Mos hezito të marrësh iniciativa të reja, por bëj kujdes që planet të jenë të mirë strukturuara. Financat po stabilizohen, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusoj me kursime kafatgjata. Ndjesitë e brendshme janë të harmonizuara dhe të japin qetësi. Ndize një qiri dhe lejoje mendjen të shkojë drejt mendimeve pozitive, ndërsa nata sjell një ndjenjë rigjeneruese. Virgjëresha. Ditën e sotme yjet të ftojnë të dëgjosh intuitën dhe të nisësh një udhëtim të ri personal. Në aspektin e dashurisë, bëj një hap përpara dhe shpreh ndjenjat me guxim ndaj personit që të intereson. Ky është momenti të krijosh lidhje të qëndrueshme. Në punë, situatat mund të kërkojnë fleksibilitet, por aftësia jote për të organizuar do të ndihmojë të përballosh çdo sfidë. Me financat, trego kujdes dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i kujdesshëm do të sjellë stabilitet. Ndërsa dita ecën, përpiqu të mbash një qasje pozitive dhe të shijosh çdo moment. Mbaje veten të qetë dhe përqendrohu në frymëmarrje të thella. Ky është një kohë e përshtatshme për të reflektuar dhe për të krijuar harmoninë e brendshme. Peshoria. Sot do të ndjeni të mbushur me energji pozitive që do të ndikojnë në çdo aspekt të jetës suaj. Nëse ka pasur tensione në marrëdhëniet personale, është momenti ideal për të zgjidhur ato përmes bisedave të sinqerta. Në punë, mendoni për projekte të reja që mund të sjellin zhvillime pozitive dhe mos keni frikë të tregoni ide të reja. Një e papritur e këndshme mund të shtojë stabilitetin në financat tuaja, por mos harroni të keni kujdes me shpenzimet. Ndjesia e ngrohtë e suksesit do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës, ndaj përqafojeni me gjithë zemër. Udhëzimet yjore sugjerojnë të kaloni kohë në ambientet që ju bëjnë të ndjeni të qetë dhe të përqendruar. Mos harroni të jeni mirënjohës për momentet e vogla. Akrepi.
Sot, energjitë kozmike ju ftojnë të thelloheni në botën tuaj të brendshme, duke kërkuar përgjigje për pyetjet që ju shqetësojnë. Në sferën e dashurisë, tregoni durim dhe mirëkuptim, pasi komunikimi i hapur do t'i çelë dyert e zemrës së partnerit. Në punë, një mundësi e papritur mund të dalë, prandaj mbani sytë hapur dhe jini të gatshëm të merrni vendime të shpejta. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme, përmbajoni buxhetit tuaj për të shmangur çdo surprizë të padëshiruar. Ndërsa dita përparon, do të ndjeni një rikthim të fuqishëm të energjisë dhe motivimin. Lejoni që kjo ndjenjë të ushqejë ëndrat tuaja dhe të krijojë baza të forta për të ardhmen. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale dhe mos harroni të gjeni momente për reflektim personal. Shigjetari. Më 14 nëntor 2025, yjet ndriçojnë rrugën tuaj me energji dhe optimizëm. Një mbrëmje e qetë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj emocionale. Shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet dhe do të gjeni mirëkuptim të thellë. Në punë, është koha e duhur për të nisur projekte të reja. Mos keni frikë të merrni iniciativa, aftësitë tuaja do të vlerësohen. Gjithashtu, qëndroni të organizuar për të shmangur ndonjë rrëmuj të mundshme. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Bëni një plan kursimi që do ju ndihmojë në afat të gjallë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke kaluar kohë në natyrë ose duke medituar. Lëreni imagjinatën të fluturojë dhe ndiqni frymëzimin e brendshëm. Buzëqeshni, sepse dita ka potencial të madh. Bricjapi. Në këtë ditë të nëntorit, energjia e tokës ju mbështet me qëndrueshmëri dhe vendosmëri. Ndjeni të motivuar për të përballuar sfida të reja në punë, duke sjellë ide kreative që mund të ndryshojnë rrjedhën e projekteve. Dashuria përqafon një ndjenjë të thellë ngrohtësie. Merrni kohë të dëgjoni zemrën tuaj dhe të tjerët, pasi mund të zbulojnë ndjenja të papritura. Në financa, tregoni kujdes në shpenzimet impulsive. Planifikimi i kujdesshëm do të jetë çelësi i qëndrueshmërisë. Shëndeti është në qendër të vëmendjes. Mos e neglizhoni pushimin dhe ushqimin e duhur për të ruajtur balancën emocionale. Ndërkohë që yjet ndriçojnë qiellin, gjithçka që ju duhet është të besoni në rrugëtimin tuaj duke qëndruar i qetë dhe i përqendruar. Ujori. Sot, horizontet tuaja hapen me mundësi të reja, duke premtuar një ditë të pasur me inspirim dhe krijimtari. Në çështjet e zemrës, është koha ideale për të dëgjuar intuitën tuaj. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi. Në punë, mendimi juaj inovativ do të vlerësohet, prandaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Shmangni shpenzimet impulsive për t'ju ndihmuar të ruani stabilitetin. Nëse ndjeheni të lodhur, një orë relaksimi mund të rindisë energjitë tuaja. Le të jetë dita juaj një fletë e bardhë ku ju shkruani me ngjyra të guximshme. Mos harroni të ndjeni gëzimin në çdo moment dhe të shijoni çastet e vogla që ju ofron jeta. Peshqit. Ditën e sotme, energjitë kozmike ftojnë reflektim të thellë. Ndërsa shisat tuaja janë të mprehta, është koha ideale për të dëgjuar zërin e brendshëm. Në dashuri, sigurohuni që të flisni hapur me partnerin, duke ndarë ëndrat dhe shqetësimet tuaja. Një takim i papritur mund të sjellë frymëzim të ri. Në punë, tregoni kujdes ndaj detajeve dhe mos nguroni të shpreheni. Një ide brillante mund të ketë impakt pozitiv në projektet afatgjata. Financat kërkojnë vëmendje, kështu që bëni zgjedhje të zgjuara për shpenzimet. Sot është dita për të marrë përgjegjësi dhe për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt. Mos harroni se ndonjëherë ndjenja e sigurisë vjen nga brenda. Përqafoni momentin dhe besoni në potencialin tuaj.